Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29. Surja El Ma'arij, ajetet nga 4 deri te ajeti 7. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tek ai ngjiten engjëjt dhe shpirti Xhebraili në një ditë që zgjat sa 50,000 vjet. Prandaj duro me durim të hishëm. Ata e mendojnë atë dënim të largët kurse ne e shohim të afërt. Komentimi. Një ditë që zgjat sa 50,000 vjet, më sipër treguam për dënimin në këtë botë të personit që kishte kërkuar dënimin e Allahut. Në këto ajete do të flitet rreth ringjalljes dhe dënimit në botën tjetër të mëkatarëve. Këto dënime do të ndodhin atë ditë. Ajeti 4 thotë: tek ai ngjiten engjëjt dhe shpirti Xhebraili në një ditë që zgjat sa 50,000 vjet. Pa dyshim që me tokë fjalshin ngjiten engjëjt nuk duhet kuptuar ngjitja fizike, trupore, por ngjitja shpirtërore. Pra duhet kuptuar se ata nxjetojnë për të arritur te Zoti dhe atë ditë, që është dita e Kiametit, janë të gatshëm të pranojnë urdhrat dhe për t'i zbatuar ato. Në komentimin e ajetit 17 të surës Al-Haqqa, thuhet pothuajse e njëjta gjë, pra kuptimi i fjalisë engjëjt qëndrojnë në skajet e tij. Qartëson se atë ditë engjëjt e Zotit qëndrojnë përreth qiejve dhe janë të gatshëm të zbatojnë çfarëdo lloj urdhri. Kuptimi i fjalës ruh është më i madh i engjëjve. Me këtë kuptim është përmendur kjo fjalë edhe në surën El-Qadr. Me lejen e Zotit të tyre atë natë zbresin engjëjt dhe shpirti Xhibrili për secilën çështje. Sigurisht që fjala ruh ka kuptime të ndryshme dhe secili kuptim merr konotacione të caktuara kuptimore në përputhje me dëshmitë ekzistuese. Kuptimi i konceptit shpirti i njeriut, shpirti në kuptimin e Kuranit dhe shpirti në kuptimin e shpirtit të shenjtë ose në kuptimin e engjëllit të shpalljes, buron nga kuptimi i fjalës ruh, shpirt, e cila është përmendur edhe në vende të tjera në Kuran. Tokfjalshi 50,000 vjet përdoret për të treguar sa zgjat ajo ditë sipas matjes së kohës në këtë botë. Ky fakt nuk bie në kundërshtim me atë që është sqaruar në ajetin 5 të surës Es-Sejdë, ku shuma e një dite është përcaktuar 1.000 vjet. Edhe në hadithe të tjera është thënë se në Kiamet ka 50 vendqëndrime dhe në çdo vendqëndrim koha zgjat 1.000 vite. Disa komentues të tjerë kanë pranuar dhe mundësinë që këta kufi kohor vlen për kriminalët, për mëkatarët dhe jo besimtarët. Prandaj në hadithin e transmetuar nga Ebu Said el-Khudri thuhet: pas zbritjes së këtij ajeti një person pyeti: o i dërguar i Zotit, sa e gjatë është ajo ditë? Profeti ju përgjigj: betohem në atë që ka shpirtin tim në dorë, ajo ditë është e lehtë për besimtarin, më e shkurtër se sa një namaz i obligueshëm që e fal në këtë botë. Ajeti në vijimit drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe i thotë: prandaj duro me durim të hishëm. Tokfjalshi sabrun xhamilun është përdorur me kuptimin e durimit të hishëm dhe të mirë. Ai është durim dhe qëndrueshmëri që karakterizohet nga vazhdimësia, mosrënia në dëshpërim, stresimi dhe mosshoqërimi me rënkime, nxitje e të tjerë. Përndryshe nuk do të quhet durim i hishëm dhe i qëndrueshëm. Më pas ajetet 6-7 thonë: ata e mendojnë atë dënim të largët kurse ne e shohim të afërt. Ata as që nuk e besojnë që do të vijë një ditë e tillë për të marrë në pyetje të gjitha krijesat e kësaj bote. Në këtë llogari do të llogariten madje edhe veprat dhe thëniet më të vogla të njerëzve. Kjo do të ndodhë në një ditë që do të zgjas sa 50,000 vjet të kësaj bote, por ata në realitet nuk e kanë njohur Zotin e vet dhe kishin dyshime në fuqinë e tij. Ata pohojnë: a vërtet do të ringjallen kockat tona pasi të jenë kalbur dhe të veshin rrobat e jetës në trupin e tyre dhe toka të mblidhet edhe një herë tjetër, ndërkohë që çdo grimcë e saj është e shpërndar në çdo cep, ashtu siç janë cituar dhe në vende të tjera në Kuran? A është e pranueshme që një ditë të zgjas 50,000 vite? Shkencërisht tashmë është provuar se përmasa e ditës në çdo sferë të sferave qiellore ndryshon me sferat e tjera. Planetët rrotullohen në kohëzgjatje të ndryshme rreth orbitës së tyre, sepse çdo sferë rrotullohet një herë rreth boshtit të saj, kështu që dita në hënë është në përmasën e 2 javëve në tokë. Ata madje pohojnë se me kalimin e kohës ka gjasa që toka ta reduktojë shpejtësinë e lëvizjes së saj dhe një ditë në tokë do të zgjas sa një muaj, një vit ose me vite të tëra. Nuk themi se dita e Kiametit është e tillë, por po themi se një ditë mund të zgjasë sa 5.000 vite toksor. Kjo nuk është një gjë e çuditshme.